Rinumërimi I votave po vazhdon çdo ditë e më shumë të vënë në pa rregullsi të shumta. Derisa dje kishim aktakuzën e parë nga prokuroria në Ferizaj për një person që ka dëmtuar fletat e votimit, sot ka një aksion të madh në Prizren për vjedhje të votave. Detajet do të na jep avokati Gen Gjini, që është edhe avokat I njërit prej të intervistuarve, që duket se është pjesë e një subjekti politik. Do t'ja lëm këtë Gjini që të na sqaroj se këtë do ta mbroj. Ndërkohë, lajmin për këtë aksion e ka konfirmuar për Gazetën Ekspres zëdhënësja prokurorisë themelore të Prizrenit, Fitore Mehmeti. Mund të konfirmoj se është duke u zhvilluar aksion dhe ka të bëjë me manipulim votash. Për momentin nuk mund të jap më shumë detaje, por gjatë ditës do të dalim me njoftim. Ka gjasë në fakt që gjatë ditës se ketë edhe një konferencë ose edhe njoftim përmes rrjeteve të ndryshme për atë se çfarë është duke ndodhur. Pra është thënë që njëshin zyrtar tashmë janë duke intervistuar, ka shumë ndalime dhe në mesin e tyre është siç raportohet në media, është djali I Inayet Hasanit nga PDK, I cili ditë më parë ishte përmendur si emër realisht në këto problematika, por kishte reaguar duke u distancuar nga kjo. Do të shohim, nuk di nëse kemi avokatin për momentin ose jo. Po, për pak do ta kemi, besoj që do t'jetë gati edhe zotri Gjini që të marrim informacionet dhe për atë që ka informacionet sa I përket klientit të tij që është I dyshuar dhe I intervistuar, duket se avokati tashmë është gati. Avokat, nëse po na dëgjon? Faleminderit shumë për këtë inkuadrim. Ne treguam pak a shumë me curin, treguam se ju po mbroni një prej të intervistuarve që lidhet me këto keqpërdorime votash në Prizren, por të lutem na sjell informacione tjera. Shtesë. Po, unë tani si avokat I kishur nga kandidatët të cilët kanë qenë komisioner në këto zgjedhje të politike, unë këtë transformacionizoj nga partia e vendosjes dhe kjo zoj ka pasuar partinë e vendosur dhe ka qenë komisionere. Dhe përderisa ka qenë komisionere, ajo e tregon se unë kam nënshkruar një dokument pa ditur çka po nënshkruaj, po gjithmonë ka shkuar në premisën se procesi zgjedhor po shkon në mënyrë të rregullt, sepse nuk është hera parë që ka marrë pjesë kjo zoj. Por fatkeqësia është më e madhe se përderisa ka pasur manipulim të votave. Duke ditur kjo që ka pasur partinë e vendosur në këtë çështje ka pasur edhe vazhdues. Dhe dyshimet janë se keqpërdorimi është bërë nga zyrtari I partisë I cili ka numëruar fletë votimet dhe ai që ka regjistruar votat në kompjuter. Pra aty ka pasur shpërputhje të votave, por ne kemi shfrytzuar rastin që të mbrohemi në heqje. Kjo zoja më ka treguar informacion të mua dhe sigurisht janë gjasa që prokurori ka ndaluar të gjithë në mas të ndalimit me urdhër të prokurorit për 48 orëve dhe pritet të dalim në duket se kemi një ndërprerje të vogël të teknikës. Aplikimi standard dyfisht. Sepse pse ata politikanët në emër të tyre që janë vjedhur vota, pse ata nuk janë votuar dhe pse ata janë lënë disi në mëshirë të fatit, sepse gjithmonë përgjegjësia vjen për zhgullet e komisionerëve. E ndërsa ata kanë dalë në media dhe nëpërmjet portaleve e kanë lënë veten të bëjnë thirrje institucioneve se ka manipulim të votave. Pra duhet të jetë më thellë dhe më përmbajtësor dhe të thirrën ata politikanë të cilët kanë deklaruar se dyshojmë se votat e mia janë vjedhur, po topi ja xhuan diku tjetër. Genti, kë saktësisht e përfarsoni? Unë po pasionizoj nga partia e vendosjes quhet Blerka Pistimaj. Ajo zonja është familjare, është zoje e shkolluar dhe është e qetë dhe ku nuk ka është shkuar për kësi lloj manipulimesh. Ajo ka rënë viktimë dhe prej e mashtrimeve me të subjekteve, por e njëjta ka thënë se gjatë intervistimit, do të thonë pyetjeve që hetus të cilët ja kanë bërë, ajo thekson që unë kam nënshkruar dokument por nuk kam ditur çka po nënshkruaj. Sepse ajo ka menduar se procesi ka shkuar në mënyrë të rregullt, por gjithmonë institucionet e prokuroria nxjerrin atë faktin se përderisa ka pasur manipulim. Dokumentin, Gente, dokumentin që ka nënshkruar nuk e ka lexuar apo nuk e ka kuptuar saktësisht? Dokumentin që e ka nënshkruar nuk e ka lexuar fare apo nuk e ka kuptuar? Jo, ajo kur shkruaj procesi zgjedhor I vetë votimit, ajo ka shkruar dokumentin, po ajo ka parë që deri aty domethënë procesi zgjedhor ka qenë në mënyrë normale dhe në mënyrë është ka vijur procesi I rregullt, nuk ka pasur objekt dyshimi që dikush ka interferuar dhe ka vjedhur. Por edhe ne kemi parë në televizion se vjedhjet e votimeve kanë ndodhur mas 2 javë, pra pak tek pas 2 javë kemi kuptuar që ka vjedhje industriale të votave, por kandidatja e partisë të vendosur.
Dhe kjo komisionere, kjo është e pafashme. Dhe kjo ka prej e mashtrimit të dallaveret të cilët i kanë bërë persona që kanë regjistruar votat, qoftë gjatë numërimit, qoftë dhe ato votat që janë regjistruar në kompjuter. Megjithatë, në shkrim e një dokumenti i cili nuk e ke lexuar mund të përmbajë diçka që nuk përputhet me një proces demokratik, ka paraqet vepër penale, avokat? Po, kjo përderisa prokuria ka nisur intimet dhe kandidatët i ngarkon vepra penale, si objekt dyshimi për manipulim të votave, kjo punë është serioze sepse këtë çështje e trajton prokuria e krimeve të rënda dhe kemi pa është një task force prokurisë speciale kanë ardhur këtu që ka bërë ekipet të hetuese të Prishtinës, kanë mbledhur fakte dhe tani presim që të dalin në procedurë tek gjyqtari prozues para pravit që vendoset para obligimit kandidatit. Por në këtë rast, po të ishte një drejtësi objektive, kandidatës time nuk duhet t'ju caktohet masa para obligimit. Por atë të tjerë duhet të shkojnë bukë, jo kandidatë e ime, sepse kjo ka rënë prej e mashtrimeve të dallaverave të tjerë që kanë bërë, po kjo nga naiviteti dhe mediacia të duke menduar se procesi ka shkuar në të rregull, kanë shkuar atë draftin dokumentit. Po, final. Gente, çfarë detaje ke nëse mund të flasim pak për aksionin sot që po zhvillohet? Ne i lexuam disa prej tyre që deri më tani dihen, natyrisht që prokuroria ka thënë që do t'jap më vonë informacione dhe do të dalin me zyrtare, po nga sa keni, çfarë dihet? Po, tani ne presim që prokuria i ka kryer hetimet, i ka mbledhur faktet dhe ka një numër të madh këtë komision të hetuesve, të cilët vazhdojnë komisioner, edhe jetojnë komisioner në fakt, por çuditërisht pse gjithë të vendosen në masë të ndalimit, kjo është për mua absurde, nuk duhet të vendosen gjithë dhe ata politikanë pse po amiston që të cilët pretendojnë që ju janë mbjellur vota, pra duhet shikohet të bëhet një hetim më përmbajtësor dhe ata të intervistohen dhe të mirën telefonat dhe jo të tjerë të ngarkohet të mbishit përgjegjësia penale, sepse kjo vepër penale është goxha e rëndë, dhe është vepër penale dënueshme me burg, por që prokuria ka bërë punën e saj, rezultatet janë këto, por po presim verdiktin final të gjyqtarit se çka po ndodh me këtë çështje tek nesër kur do dalë para gjyqtarit të para pravit. Për këto dallime të cilat po flet, apo aludon në diçka ose në dikë konkretisht apo jo? Falenderoj E morë përgjigje. E falenderojmë Gentin për këto informacione, se besoj që në këtë fazë që jemi edhe kaq mund të jap dhe të flas më shumë. Ndërkohë duhet të thënë që dje në debatin të cilin e kishim Ajda dhe shikues ndëruar pikërisht për këtë problematik, u tha që ajo që ndodhi me aktakuzën e parë në Ferizaj në fakt, duket që problematikat e tilla nuk do të ndalen dhe do të kemi të tjera që do të evidentohen dhe në fakt kjo po ndodh pikërisht sot kur ka një aksion të madh në Prizren.